qëndrojnë mërna të na se çfarë do të jetë geopolitika vendin i këtyre dy shteteve tona, veç mes Kosovës në geopolitikën perëndimore. A do të jemi subjekt i rëndësishëm që kemi qenë deri tash apo objekt? Në mënyrë që keni frikë se mund të bëhemi objekt? po Në sajë të ndonjë marrëveshje të madhe të rrezikshme, sepse megjithatë ekziston një luftë aktive në Evropë. Përkundër këtyre që ka pas probleme shteti i Kosovës në viteve të fundit, veçmas me ato që është përjashtuar për disa në aspektin gjeostrategjik nuk ka kompakte, përkundërzi. Shteti duhet me fshit, duhet më pa aspekti sigurisë dhe aspekti politik. Në aspektin politik Kosova ka humbur në disa pikpamje veçmas në ato me SBA-t e tjera evropian. Por sigurisht ka fitu sepse amerikanët në të në konstellacionet që janë zhvillu këto dy vit, shtetin e Kosovës e kanë armatos, e kanë siguru, e kanë bartën këto procese tjera që do të thotë se luhet me 2-3 karta këtu. Edhe politika e Kosovës duhet të jetë qaq fleksibile, qaq e mëshme që ta shikoj këtë kartën që shkon ka kjo geostrategjike dhe jo një geopolitike e cila qënë në një shpërputhje me ato. Prandaj unë nuk e shoh këtu që Kosova rrezikohet, përkundërzi. Politika fundit, vitëve të fundit, jo po në sulmon Serbia, po në rrezikon, është e vërteta, e kanë përdorur ato me banjën e tjerat, por Kosova ka sigurinë më të fuqishme se sa të NATO-s, sepse ka 12-14 që më përvot, dhe Serbia din fort mirë se asnjë avanturë nuk mund ta bën, pavarësisht si thonë po merr armë, po bën tjera. Ajo din se për 10 orë Beogradi i tha dhe një prej generalëve të NATO-s vonë, prandaj mua nuk më pengon. Unë mendoj se geostrategjikisht gjendemi për herë të parë në anën e duhur të historisë. Por politikajt tonë duhet këtë favor të madh ta shfrytëzojnë në planin gjeopolitik. Për interesin e vendit. Mirë, faleminderit shumë për këtë bashkëbisedim, zoti Buxhovi, po të kishim edhe më shumë kohë, historia jona aq e gjatë, aq e dhimbshme, e mbushur me shumë drama, me shumë vujtje. Do të kishim çka të flisnim edhe më gjatë, por kaq kishim kohë për sonte. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit sërish dhe urojmë që shteti jon edhe më të jetë forcohet, të jetë një faktor në përputhje me dëshirat tona, që shqirimi të kthehet në liri dhe parlamentarizmi të kthehet në demokraci. Këto dy hendikepe po na përcjellin. Faleminderit, Tonjen. Edhe ju, nderuar shikues, faleminderit që na ndoqët deri tani.